ka raste edhe ku kërkojnë domethënë mjau këndu këngët e mia. Edhe ja, u këndon pa problem, Pa problem veç. Lejohet po besoj edhe ajo pjesë. Jo nuk lejohet valla veç hajq aty pa mia më tepër. Përveç muzikës ne dim se punën edhe diçka tjetër, merresh me një profesion tjetër. Na trego audienca jote po besoj që e dim, po pak më gjerë je edhe infermiere. Po. Na trego, na fol pak për këtë pjesë, lutem. Unë e ku punu 2 vjet në spital, edhe tash e ku bu një pauzë shkurt për arsye që pak mu më fokusu pa shumë ka muzika. Unë kom thonë edhe ceki gjithmonë që asnjëherë nuk e lëm mjekësinë. Ajo është çka unë nuk kom fillu as me muzikë pa përfundu fakultetin. Domethënë ka qenë primare shkollimit e unë. Ashtu. Edhe normal asnjëherë nuk menoj me lën, or janë 2 profesiona që unë ndoshta e gjej vetëm mas mirin to, edhe unë Edhe pse komplet ndryshme. Po, këtë ndryshme janë. Kur jam para pacientave mirë më lëm të mbot kur i shoh që më minimu dikujt. Edhe kur jam muzikë, domethënë para publikut dikuj që më dan, jam mirë më lëm të mbot. Domethënë nuk më ndo asese, po që asnjëherë nuk e lë punën e mjekësisë. E the që nuk e fillu ndoshta, ose nuk e punon njëjtën kurs sa ke qenë edhe si këngëtare? Jo, Ke punu? Po. Na trego ka pas raste kur ndonjë pacient ka njohur realisht edhe si këngëtare aty? Po, ka raste edhe ku kërkojnë domethënë mjau këndu këngët e mia. Edhe ja, u këndon pa problem, Pa problem veç. Lejohet po besoj edhe ajo pjesë. Jo nuk lejohet valla veç hajq aty pa mia më tepër. Ose i thu halën mbrëmje muzikore kur qërosh edhe po besoj që e ka lënë këtë situatë. Kam shumë pacient tash i kam që vinë domethënë për Domethënë se të ka lënë në spital mandej ose të ka takuar në spital. Ka Ka lënë si artiste, mandej kur ka njoftë personalisht aty. Domethënë ka orë mandej edhe në atë mia. Ka raste kur ndoshta ndonjë publik audiencë vjen në secilin vend ku jete. Po. Se po besoj pak a shumë i një, për shembull ata që të përcjellin më shumë. Përveç shoqënisë tam normal, ata gjithmonë i kam krah gjithka. Çfarë ndjenje për ty kur dikush të përcjell kudo që të je, në secilin bar që shkon, është prezant ai. ai. Nuk ndjenj më të mirë për një mes se është boll që ajo është ka të përcjell dhe është ka i pëlqen puna jote dhe është uar për ty në çdo vend ku ti je. Unë në shembull kam shku gjithmonë për Endret Ademi. Gjithë. E përshëndesim në dritën. Shumë. Është unë gjithmonë e përmendje se është njëri më i mirë, më i drejtë se në muzikë është shumë vështirë me gjithë me gjithë vërtet. Edhe është shembull. Edhe unë në fillim domethënë paqë në botën e muzikës, unë në ditën e kom ndjekën çdo naj ku ajo kon. Edhe sot unë kom thonë gjithë, edhe thoma pat që momentin që ne jam pak e lirë dhe moj me shku me një naj, unë gjithmonë kom shku të ndriti. Nëse s'është të ndriti nuk dalë.